Çmendet moti në këtë vend, rreshje të dendura dëbore dhe shira të rëmbyeshëm, 9 të vdekur. Rreshje të dendura bore dhe stuhit forta kanë goditur pjesë të provincës së Kepit Lindor, ndërsa Afrika e Jugut në tërësi po përballet me një mot ekstrem dimror që nga java e kaluar. Në rajonin Ortampo, 9 persona kanë ndruar jetë për shkak të shirave të rëmbyeshëm, sipas një raporti të ri publikuar nga autoritetet lokale, ndërsa një raport i mëparshëm thoshte për 7 të vdekur. Në të njëjtën kohë, zëdhënësi i autoriteteve provinciale Uselua Radie i tha AFP-s se nuk e dinte sa fëmijë ose të rritur ishin në autobusin e shkollës. Mediat lokale raportojnë të paktën 10 fëmijë të jenë zhdukur. Në të njëjtën kohë, 3 fëmijë u shpëtuan pasi kaluan shumë orë duke u ngjitur në pemë për t'i shpëtuar nivelit në rritje të ujit pranë Mthatha. Gjithashtu në Kepin Lindor, një nga zonat më të goditura të vendit, për më tepër që nga e hëna disa qindra njerëz janë zhvendosur tashmë sipas të njëjtit burim, veçanërisht në zonat Ortampo dhe Amatole. Disa kanë gjetur strehim të përkohshëm në shkolla dhe bashki. Autoritetet lokale, me mbështetje në disa agjensive qeveritare, po ofrojnë ushqime të ngrohta dhe furnizime bazë për ata që janë strehuar në strehimoret përkohshme, shpjeguan ata. Shirat e pandërprera kanë shkaktuar gjithashtu rëshqitje toke dhe dëme të konsiderueshme në prona dhe infrastrukturë. Shërbimi meteorologjik i Afrikës së Jugut ka parashikuar se kushtet ekstreme të motit dimëror do të vazhdojnë të paktën deri në mesin e javës.